Prandaj themi ne që të shtohet pika, sepse këtu shikojmë që mund të ketë pak mbivendosje kompetencash. Dhe pika shtohet që një ose disa bashki kanë të drejtë të krijojnë, menaxhojnë struktura për asgjësimin e mbetjeve bashkiake në përputhje me ligjen. Pra, i lejon bashkit pranojnë hakemin vetëm nëse janë që të krijohet nga një kompani aksionere, nëse janë të paafta ta bëjnë vetë. Nëse arrin ta bëjnë vetë, shtohet ky nen dhe nuk cënohet pra kjo kompetencë e bashkive nëse shtohet ky nen. Në këndvështrimin me propozimin ton, se nuk është personal ky këndvështrim. Zonja Parici, faleminderit. Zoti Strazimiri, a ka mundësi ti bëni pyetjet edhe se kjo metoda pyetje përgjigje pastaj ma prish rregullin komision. Pyetjet tashi të lutem. Bëj pyetjet. E kam të pamundur në këtë rast të bëj pyetjet sepse siç u thash, kërkoj një përgjigje dhe ndoshta nëse përgjigjja është e zauruse s'kam nevojë për pyetje tjetër. Okej, dakord. Tashi për të njëjtën pyetje, e kuptova, ju mendoni që ky nen 24, të cilin na e përmendat si neni që garanton kompetencat e pushtetit vendor, ka nevojë edhe për një shtesë, këtë që thatë ju. Okej. Unë kur u pyetët, pyetja ishte, ka një nen që garanton dhe mbron të drejtat, jo detyrim, të lutem, ka një pikërisht pra, në këtë ligj, a ka një nen të tillë dhe më thatë neni 24. Dakord? Tashti neni 24 ju thoni ka nevojë dhe për këtë shtesën. E kuptova. Për të njëjtën pyetje, ju lutem, Zoti Axhimali, Zoti Malaj, keni një përgjigje për këtë pyetje që u bëra? Neni 24. Është neni që realisht, unë siç e lexoj, përmbledh detyrime, madje edhe detyrimin për raportim dhe informim të akemit. Të akemit. Tek akemit, pushtetit vendor tek akemi. Është ky një nen që garanton kompetencat e pushtetit vendor siç janë të parashikuara në Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë apo jo? Po falenderoj zoti Strazimiri, zoti Hoxha. Në këndvështrimin tim i ruan kompetencat e kryetarëve të bashkive. Shiko, çështjet e bashkëpunimit dhe të komunikimit të ndër institucional nuk duhet të ngelen vetëm tek fakti që raportojnë, por duhet parë në një aspekt tjetër, si ka mundësi një institucion kushtetues si Këshilli Bashkiak dhe kryetari të jetë raportues i një institucioni të dekoncentruar. Nuk është fjala për t'i çuar informacione, se bashkitë mund t'i japin informacione edhe për një qytetar të thjeshtë, por kjo duhet parë në raportin e marrëdhënieve dhe të varësisë për sektorin. Këtu duhet trajtuar çështja. Po, falemderit. Zoti Strazimiri, keni pyetje tjetër? Sepse këtu ka ardhur njëra prej shoqatave që e kemi, që zoti Axhimali kam përshtypjen. Zoti Axhimali ka ardhur si ekspert i institutit, s'ka punë me shoqatat. Taksirat tash të kurin nga dakord, pa ai se ka qenë të viktu si përfaqësues shoqata. Shoqatet të zgjedhurve vendor, drejtuar Komisionit të Ligjeve. Po. Tash kush është përfaqësuesi i shoqatës? Ju lutem, zoti Malaj. Në letrën që ju nisni thot konkretisht nuk jeni propozojmë që AKEM të ketë status agjencie publike dhe jo shoqërie aksionere. Pse? Ne kështu e kemi gjykuar si shoqat bashkarisht edhe nuk është vendim vetëm imi personal. Po, zotë Axhimali, ka një arsye se përse si ekspert? Mirë, shumë faleminderit. Shiko, dallimi i parë i qartë, edhe nëse nuk do të jetë timpruar, se unë gjykoj që do të merret me çështjet të tregtisë të këtij sektori në kuptimin pozitiv të fjalës, unë mendoj që kur kemi institucione të tilla si bashkitë, institucione kushtetuese, do pranoja kemi agjenci publike për një rol monitorues, facilitues për të rritur kapacitetet, më tepër se sa të merret me këto raporte të tjera, le të themi dhe tregtare si agjencia, apo shkoj dhe për shqetësimin e zotit Gjiknuri. Si do të jetë ky akemi rajonal? A do ketë agjencia apo do jetë vetëm një pikë qendrore? Po, faleminderit. Ka pyetje tjera? Po, ashtu në lidhje me për të dy zotrit. Shpreheni në pikën 5
që duhet të ketë, po peka 5 dhe 6 për mendimin tim shkojnë bashkë. Të ketë një bashkëpunim, thot, me strukturat qendrore dhe jo zëvendësim prej tyre, e para, dhe e dyta, kërkone një balans mes përgjegjësive të strukturave qendrore dhe vendore. Dhe kalone një propozim konkret. Ku thoni që impiantet e përbashkëta të trajtimit të mbetjeve të jenë nën pronësi dhe menaxhim të bashkive me një rol koordinues të qeverisë qendrore. Vetëm për standardet. Vetëm për shkak të standardeve. A mund ma përpunoni se cili prej jush, nuk kam asnjë nëse keni një mendim, le të flasë njëri dhe I lutem, kush do të flas, të jap një përgjigje për pyetjen e zotit Strazimiri, kush ta doj fjalën nga. Po, zoti Agron. Edhe një referuar eksperiencës time të gjatë në pak në fushën e qeverisë vendore. Nuk ka model më të mirë se bashkëpunimi ndërvendor, menaxhimi i mbetjeve, ujësjellcat, kanalizimet, edhe çështje të tjera të që janë përgjegjësi e njësive të qeverisjes vendore, kudo në vendet e zhvilluara. 3 bashki, 4 bashki, ndajnë buxhet, i bëjnë në mënyrë të përbashkët, kanë vullnetet e këshillave, ndërtojnë një bord të përbashkët, në këtë rast edhe shkojnë drejt ekonomisë së shkallës, e ndërpres, pos më dëgjoj kryetari, ndjehem keq, po se... Pra, ky është një model evropian, nuk o në shpikje, dhe kemi shans shumë të mirë që ligji 139/2015 bën qartësime të mrekullueshme për bashkëpunimin ndërkomunal. Pra, kjo mund të shkojë qartë fare, thash, mund të kam merakull çfarë do ndodhi dhe nesër me nivelin e parë dhe të dytë qeverisë vendore, prandaj të bëjmë shumë kujdes sepse bashkitë e një qarku, po i referohem gjithmonë modeleve të mira, pastaj nëse keq menaxhohet çfarë nuk ndodh, mund ta zgjidhin pa asnjë problem këtë lloj çështje dhe realisht mendoj për cilin do sektor dhe në këtë rast për të gjithë hierarkinë referuar në enit të 6 mund të kenë sukses dhe mund të keni ulje të kostave. Po, faleminderit, zoti Strazimiri. Pra nëse do të mund ta përmbledhja, a ka mundësi të lutem edhe për nuk shohim njëri tjetrin. A ka mundësi të lutem, fal, të vendjes. Domethënë, ju nëse do ta përmbledhja në 2 fjalë, e kam kuptuar mirë apo jo? Ju kërkoni një bashkëpunim me qeverisjen vendore që t'ju ndihmoj në ushtrimin e kompetencave vendore dhe jo një agjenci kombëtare, qoftë dhe SHA ose jo, që të zëvendësoj kompetencat që ju keni për të menaxhuar territorin, apo jo? Kjo që ju keni kërkuar dhe është një model gjërësisht i përhapur në rajon në vendet e Evropës, po dhe më gjërë. Koordinimi me qeverinë qendrore pasi diskutim. Ne duam që problemet zgjidhen lokalisht dhe rajonalisht, nuk jam personalisht për agjenci qendrore, jo për SHA të kësaj natyre, por nëse ky niveli rajonal mund të kërkoj këtë agjensin tjetër, i mendoj që mund të jenë si agjensit qendrore për mbrojtjen e mjedisit apo sektor të tjerë, po jo detyrimisht të shkoj për business oriented në sektor. Dhe një pyetje shumë shkurt përgjigjen po ose jo. Ky ligj, këtë koncept që thatë ju, e përmbush apo se përmbush, po ose jo? Tash s'ka si ta përmbushi, pra sepse jo, nuk e përmbush. Po, dhe mendimi i zotit Agron është në emër të institutit. Mendimi i zotit Agron është në emër të institutit për bashki. Po pra, për bashki. Pra, eksperti i institutit, fal. Një pyetje. Pra, zoti Agron është këtu si drejtori i institutit të... Një pyetje për zotin Malaj. Me që jeni përfaqësuesi kësaj shoqatës, jeni dakord me këto çfarë tha zoti Haxhimali apo keni diçka tjetër në kundërshtim të këtyre? Në parim jam dakord me ato çfarë tha dhe Haxhimali, pasi ne jemi konsultuar bashkarisht, kështu që po. Faleminderit. Po, faleminderit. Tani unë kam një pyetje të fundit për shoqatën e Bashkive të Shqipërisë, por dhe për shoqatat, por dhe për të ftuarit e tjerë këtu. Dhe pastaj do t'ja kaloj fjalën përfaqësuesit të ministrisë për të bërë
një përmbledhje shumë të shkurtër të pyetjeve që dolën këtu. Në fazën e draftimit të këtij ligji, a është konsultuar ky ligj në fazën e shkrimit ligjor dhe draftimit nga Ministria e Linjës me shoqatën e bashkive të Shqipërisë edhe me aktorët e tjerë që prek ky ligj, para që sa ju keni dieni? Realisht ligji është i konsultuar me shoqatën kombëtare të bashkisë, madje ne kemi dërguar 2-3 herë rekomandime në varësi të drafteve përkatëse që edhe drafti fillestar, drafti paraprak dhe pastaj drafti përfundimtar. Ne kemi dërguar rekomandimet tona, madje ne kemi kërkuar që në takimet tona, që është takim i forumit teknik të shoqatës për menaxhimin e mbetjeve që janë drejtorët përkatës të gjitha bashkive. Dhe në takimin me forumin politik ku është bordi i shoqatës që përfaqësohet nga kryetarët e bashkive, kemi patur pjesëmarrës edhe nga Ministria përkatëse gjatë diskutimeve tona të brendshme, kemi dërguar rekomandimet tona. Në fakt një pjesë e rekomandimeve tona është marrë në konsiderat, shumë prej atyre rekomandimeve që në fazën paraprake. Kjo është dhe arsyeja që ne sot vim me 3 propozime dhe nuk është se kemi shumë propozime. Pra, është një draft që është konsultuar dhe ne kemi dërguar 2 herë rekomandime pranë grupit punës për këtë projekt ligj. Zoti Hoxha në cilësinë e drejtorit ekzekutiv të shoqatës të zgjedhur vendor, për sa i përket Zoti Arlind. Për sa i përket pyetjes që ju shtruat, me shoqatën tonë, si përfaqësuese 6 bashkive të djatha, nuk është konsultuar dhe nuk ka pasur kontakt në lidhje me projekt ligjin dhe konsultimin e këtij ligji. Çështja nuk kemi pasur dieni sepse është shtuar dhe në muaj ngusht, siç është cituar dhe mbas atyre që janë thënë, pra për të qëndruar pyetjes konkrete nga ana juaj me shoqatën e të zgjedhur vendor, ky ligj nuk është konsultuar. Dakord. Tani Ministria një përmbledhje të gjitha pyetjeve që u bën këtu dhe që duhet marrë një përgjigje të edhe nga ana e ministrisë si propozuese e këtij ligji. Do t'ju lutesha shumë shkurt edhe për efekt kohe, sepse kemi edhe një pikë tjetër të ligjit, por kemi edhe shqyrtimin dhe miratimin nem për nem pastaj. Faleminderit zoti kryetar, në vijim të gjithë diskutimeve që u bën nga këndvështrimi ligjor, në rast të parë dua të cilësoj se ligji duhet të lexohet në tërësi. Nuk mund të lexohet vetëm një dispozit konkrete apo me një gërm konkrete. Në tërësinë e gjithë ligjit jemi të treguar shumë të kujdesshëm për të ruajtur pavarësinë e pushtetit vendor. Dhe që nga neni 20 ku përcaktohet që bashkitë janë autoritetet përgjegjëse në fushën e menaxhimit të mbetjeve, që duke ushtruar funksione organizimi, administrimi, zbatimi të menaxhimit integruar të mbetjeve. Gjithashtu në neni 24, që është neni konkret për detyrat e bashkive, përcaktohet qartë që bashkitë zbatojnë këtë ligj, gjithashtu dhe ligjin funksional të vetëqeverisjes vendore, duke respektuar dhe zbatuar dhe parimet e barazisë. Lidhur me pjesën e tarifave dhe kostove, ju bëjmë dije se aktualisht edhe me ligjin ekzistues, Ministria apo pushteti qendror nuk ka lidhje me kostot dhe tarifat. Pushteti qendror përcakton metodologjinë në bazë të cilave bëhen të gjitha proceset e menaxhimit të mbetjeve. Ndërkohë janë autoriteti pushtetit vendor bazuar në problematikat e tyre, gjendjen ekonomike, pjesën e mbetjeve, sasinë që përcaktojnë kostot për secilën veprim që duhet që i tarifohet pjesës qytetarëve. Po, faleminderit. Neni 29 thot, a kem mund financohet nga një nga pikat është tarifa hyrëse e pranimit gate fee në landfill dhe ose incinerator që përfshin koston e landfillit e tjerë më radhë. Gate fee kush e përcakton? Landfillet janë të përcaktuar në ligj, janë të përcaktuar të gjitha rregullat. Kush e përcakton këtë gate fee? Që do më pas, pra kush për Po. Pra vlerën e tarifës në hyrje në landfill ose incinerator. Kush e përcakton? Dhe a është kjo pjesë e asaj kontratës që pastaj do paguajë bashkia?
Të lutem mos që të po apo ty ikën. Pra, e dinje, tarifën në hyrje, në derën e landfillit ose të inceneratorit. Pastaj mund edhe mos ketë incenerator mbrapa, se e dim këtë. Por tarifën hyrëse, kush e përcakton që krijon të ardhura a kemi? Dhe a i transferohet kjo nëpërmjet kontratës bashkive që janë klientët e Akemit? Faleminderit. Po. Për të bërë sqarimin, Akemi, ashtu sikurse dhe komplet bashkia, të gjitha institucionet janë pjesë e metodologjisë. Metodologjia përcakton ka akte non ligjore që do dalin në zbatim të këtij ligji. Po, pyetja ishte shumë konkrete. Ky ju pyet kush e përcakton, ju thoni metodologjia. Metodologjin akoma se kemi. Do të thotë që ende sot nuk e dim se kush do ta përcaktojë këtë gate fin. Kjo është përgjigjja juaj, sot nuk dim kush do përcaktojë gate fin. Kjo është përgjigjja, po? Ju lutem me mikrofon. Po, përgjigje. Akemi po krijohet si shoqëri aksionare sipas këtij ligji tani. Dhe normalisht do dalin dhe aktet në ligjore në zbatim të këtij ligji. Me nxjerrjen e akteve ligjore në formën atëherë një shoqëri aksionare ka të drejtat dhe detyrimet e veta, ndërsa ka dhe pjesën e detyrimit për të përcaktuar tarifimet të gjitha. Kështu që do jenë pjesë e akteve ligjore. Po pra po, lutem zoti Strazimi. Po. Më fal, sot ligji në dispozitat e përfundimtare përcakton një afat 6 mujor të transformimit të Akemit në SHA. Pra sot normalisht nuk mund të kemi tarif. Kjo do të thotë e gjitha ju çfarë ju thatë. E gjitha çfarë ju thatë, do të thotë, jam korrekt nëse them që sot ne nuk kemi ende se kush dhe sa do ta përcaktojë gate fin, për shkak se presim që mbas 6 muajsh të bëjë, sot nuk kemi një përgjigje për këtë pyetje, apo jo? Po ose jo? Më fal, po nuk kemi një tarif, nuk kemi organin akoma, kështu që është nuk e qartë. Ju lutem. Po nuk mund të kemi tarif, po nuk kemi akoma organ. Ne kemi akoma organ të krijuar. Ta japun përgjigjen më burr. O zonj, pa të lutem. Zonj. Të lutem. Ta japun përgjigjen shumë shkurt. Jo më ta japun, ai do me rekorde. Kush është shqetësimi? Po ne mos ne përgjigjem. Kush është shqetësimi? Shqetësimi është kjo. Kjo është një qytetarët nuk i hyn fare gjithë tyre ne me metodologjive të tjera që dëgjojnë tu dhe çuditen. Më beso. Kur i takojmë atje poshtë, as i kuptojnë fare këtë histori, thot, sa lek do argjoj unë? Sa është, pastaj, unë e bëj për ta kuptuar, kush do ta caktoj këtë, nuk sa do t'jetë. Ju e rëndoni dhe më shumë situatën, thoni, mbas 6 muaj do dali një VKM. Pra, sot parlamenti do votoj diçka derën ses, me kosto për qytetarët nesër, do dali një VKM që i thot, pra ne sot do t'i caktoj, do t'i themi njerëz, ju do pagoni më shumë, po se sa më shumë, do ta vendosi Këshilli i Ministrave dhe Akemi. Pra, unë besoj që gate fin, ju lutem. Kur të shkoj në spital, unë nuk do më pyesin mu për metodologjinë e kësaj, do më pyesin këto para si do pagojon, si do dalin. Ju lutem qetësi. Nuk du asnjë përgjigje tjetër. Ju lutem s'du asnjë përgjigje tjetër. Parlamenti do të votojë një ligj si gjithë ligjet e tjera, që në dispozitat kalimtare ka përcaktuar edhe implementimin e ligjit nëpërmjet akteve nënligjore. Ligji është shumë i qartë, aktet nënligjore brenda një periudhe 6 mujore do të detajojnë parashikimet ligjore. Këto ka bërë Parlamenti i Shqipërisë dje, këto po bën sot, këto do të bëjë dhe nesër. Për sa kohë tjetër Republika parlamentare që kemi. Dakord? Kështu që duke ju falenderuar sot gjitha palëve për dëgjesën, edhe kolegët e opozitës që e kërkuan këtë dëgjesë, sepse në fundit kjo i shërben ligjit, është një vlerë e shtuar për këtë projekt ligj, ku vendi i Shqipërisë e ka në detyrimin e vet për të organizuar seanca dëgjimore kur ka projekt ligje të tilla. Edhe pse këto dëgjesa janë zhvilluar në fazën e draftimit të ligjit dhe del nga relacioni
që bashkëshoqëron projekt ligjin. Qëllimi i ligjit është pozitiv. Sigurisht një komision tjetër i këtij kuvendi e ka parë nga pikpamja e parafrimit me legjislacionin e BE-s, që është Komisioni për Çështjet Europiane dhe Politikën e Jashtme. Por edhe prezenca juaj sot këtu e të gjithë të ftuarve, përfshir edhe zotin Agron si përfaqësues i institutit, që ai me të drejtë thotë unë dua nuk i përkas asnjërës nga shoqatat sepse ka marrë si ekspert i çështjeve vendore. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve, edhe pse nuk e thash fillim, nuk e keni detyrim ta lexoni rregulloren e kuvendit, por edhe ardha juaj her mbas here në komisionin e ligjeve, por dhe në komisionet e tjera, du t'ju shtyj pak ta lexoni rregulloren e kuvendit, sepse kur flasim me radhë dhe dëgjojmë njëri tjetrin, edhe kuptojmë më mirë problematikat që dalin. Ky komision ka në pikën e 3 të rendit ditës edhe diskutimin në parim, shqyrtimin në parim të projekt ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, por unë propozoj që duke qenë se DGS-a mori më shumë kohë se sa ç'duhet, këtë pikë të 3 të rendit ditës ta spostojmë të hënën shqyrtimin dhe miratimin në parim nën për nën dhe në tërësi. Pra, ditën e hënë, ne si komision për dhënie mendimi, ti bashkojmë dhe shqyrtimin, pra diskutimin dhe miratimin parim dhe nën për nën dhe në tërësi, ta lëmë si pikë të rendit ditës ditën e hënë, me qenë se në orën 12 sot, kemi njoftuar mbledhjen e përbashkët të 2 komisioneve përgjithëse për të vazhduar me DGS-at e institucioneve të pavarura. Një pyetje në lidhje me këtë që sapo tha. Po. Që është me ne nuk ka lidhje me deri ditën e hënë, se me çvura re, shoqatat kishin disa propozime të dyja shoqatat. Po. Kishin propozime konkrete. Deri ditën e hënë, propozimet tuaja për ndryshime në nenet veçanta të ligjit, a mund t'i paraqisni me shkrim pranë këtij komisioni që t'i shqyrtojmë?